Dhe ja, kjo është kofja. Apo ju pëlqen kofja? Yeah, I thought I was a ninja. Ninja. But the idea was I go, Deu ma trova drenit. Për shumicën ka qenë ose hera e parë që i ka ndërtu stre, asnjëherë zhormë nuk sulmon, por derisa ti nuk e rrezikon. Si vu del çadera në sja. Kjo, unë me djallën e ujës, me Alin. Kjo lashko keqa o konë qëllimi kësaj o konë mos me njerë. Se unë me njerë të kam fort gallën matë madhe. Izolu, me gjefës që kam bo shumë isa laznime. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jemi përgatitur sot me bën një sfidë, me shku me një trajnim të mbijetesës në mal. Dhe po dojmë pak me dalë edhe më shumë prej komfortit, jo vetëm me hiking, po edhe me bujtje në mal, edhe me mësu prej ekspertave të kësaj lëmie nga kjo fushë. Si po ndiheni vllazni, si po duket kjo nisëm? Wallahi alhamdulillah, unë po nina shumë mirë se në shpresë që po më mësu diçka të re, edhe më njoftuar në vllazni. Edhe në që një eksperiencë që si kena pas ma herët. Besoj që kjo që kena me mësu në këtë trajnim, ose survival training, trajnimin mbijetesës, ka me na shërby në një mënyra për tjetër. Inshallah s'na vyn për na i dufta diçka, po s'paku bile për vete, po edhe më jam mësu dikuj tjetër që shpreson me dalë mal, me kalu një kohë, ose edhe më ndihmu dikujt nëse është në nevojë. E tjera. Fenomenal. Jemi duke bërë përgatitje për më nisë dal nga dal në marshim, në mal, në survival training. a few bits of advice before you start walking. Veç disa këshilla të vogla për as të filloni me jetë. Yeah, unzip a bit so air can get there. Shlironi pak nëse jeni trash veshën tash gjatë ecës është mirë me u liru pak dhe se veç për njërësiti. Because if you start to sweat, you'll get really cold inside with your clothes. Edhe tani masane veç kur momenti që t'nollim veç pëshufmi edhe s'kem nevojë me konstant. Okay. Check the laces on your boots and shoes to make sure they're not too loose, not too tight. Edhe të mund kpucat në kështu nëse ka më shumë të mbushur apo shumë tira. And one big piece of advice, which is a bit late for you now, is before you go on any long walks, make sure you cut your toenails. Edhe normal që është pak vonë, edhe pse it's not late because I have my You got them with you? Okay, so edhe kjo pak vonë mirë por gjatë ecjeve të gjata nëse kur të bëni edhe kur lëvizni, është mirë me i priet fajt. Nëse më duk se shikoj. Okay, yeah, because once on quite a long march, I lost the big toes on both, the nails on my big toes on both feet, and it was really painful. Unë trevej këto një këshill shumë e madhe për shkak se u djeg. Veç e ka stos një herë, sa që kur ka pas ecje të gjatë ka dy fejt të ndryshme vërdoj se si ka prejë një. Okay, so what we're going to go through with you is we're going to teach you a good way to do things, and we'll also show you how we made mistakes so you don't make the same mistakes. Edhe mënyra që kena mësuar sot dhe çka kena më bërë është mënyrën e duhur që më bë senet, mirë po edhe gabimet tona ose që na djeg më herët në mënyrë të caktuar që kemi bërë. Okay. I'm going by car because I'm old. Po shkoj me kerr se jam plak. Shumë plak. Shumë. So si kobra as 65 vite. Okay. Yeah. Enjoy, have fun. I'll see you up there. Okay. Thank you. Shkojmë. Pak e tonë edhe që hoxën aprin. Hajde me më këto. Hajde vazhdojmë pro. Bismillah. E pa u shkush se ka dhe e përfit tepër. Tash kena mojt një pjesë në mon një element shumë i rëndësishëm i mbijetesës. Pak ma vonë kur të bojna pjesën e ligjërimit e shpjegojna pak ma në detaje. Mirë po, në sendin e pas parasysh. Mbijetesa dallon. Fillon mbijetesë për të me bë. Na për shembull si ushtarak, bëhet mbijetesa ushtarake. Edhe kjo është kjo mbijetesa tjetër ku ti hup.
Mon, ku dallon kjo? Dallon me bon mbjetesë mos më vrejt, apo mbjetesë që më vrejt. Mon, nëse jem ushtarak edhe jem një teren të huj, një teren armicur, unë ku me bon mbjetesë shpejt edhe kërkon mos me lon gjurmë. Edhe është mbjetesa kur ti nëse hup një teren të panjofshëm, ku ki me lon sa ma shumë gjurmë për me o gjetë dikush. E në të dy elementet është kjo pjesa e orientimit. Për shkak se ndodhet që edhe nëse njohëm na dikon që dëgjoni për shembull i ka rrah këtë pjesën tjetër të tu, po ka hita ashtë në rrugë ku nuk e din, edhe një farforme edhe hup, atë. Edhe më shumë mos sjell në një vend. E që kjo është shumë e rëndësishme orientimi. Ka orientime të ndryshme, ka orientime që marrin ku, ka orientime edhe të shpejta. Në aty në mujna me gjithë krejt. Më herët dikuj na i thash, për ju thëmë gjithëve. Që tu na s'kena më po eksperta, se s'kena më po komandë me një thing goj edhe me mbjetu tash në një mujtit. Jo, nuk kena më po. Kjo është këtë diçka bazike ku kena me grith mbjetesën. Edhe nuk është veç me mësu mbjetesën, mirë po ma shumë është me hap diapazonin, ose për shembull në qytet drejtim bjo shovis 3 veta, edhe më duhet me hec, nëse ecin një 3-4 hapa mbrapa për ju shot gjithëve. Edhe krejt që kjo është çka neve na ofron natyra. E që ka me pos shumë sene që keni mësu gjatë trajnimit që e ke pas parasyve se ke dit asnjëherë. Edhe që kjo domthonjë janë të sene që i ki parasyve edhe nuk i sheh. Në këtë rast është edhe elementi i orientimit. Disa për elementeve të orientimit që ekzistojnë. Zakonisht në për rrugë ose në vend ku nuk është shumë i dendën, e shihni që pemt janë të zhvilluar me një krah më shumë. Domthonjë ki trungun këtu, që sajde është e musht, sajde është shumë pak. Domthonjë që zakonisht më të zhvillu me i ki prej jugut, për shkak nxehtësisë, ushqimit, cene, kurse pe veriut i ki ma pak i ki të zhvillume. Se kur i shohim pe kerrit kanë për lëvizje menojna që pe frymës, po nuk janë pe frymës, po edhe i familja edhe pe frymës, se veri kur vjen lagështia edhe ato, nuk e loj më zhvillu, gjithmonë pe jugut është më zhvilluar. Po meti që është zhvillimin që drejtimi krina, e tin që çasaj do e ki jugun, anën tjetër e ki veri. Qa ka tjetër, normale dina me diell, varet pjesën cëllën pjesë ditës, ose përveç nëse jenë në mes të ditës, për ndryshe e din, e gjon lindjen spaku, pastaj drejtime tjera veç që gjinen automatikisht. Qa ka tjetër? Tjetër ka që qëta droj që bishini, domthonjë qëta droj ku të prejsh një dru, nështë të kena pas mundësi ma vonë me prej ose kena të prejma atje dikon një dru, edhe e kem krejt e dim që i kem ato rrath të drojve, që kallëzojnë për sa janë të vjetër. Mirë po që ata rrath nuk janë zakonshëm, ose nuk janë simetrik një farforme. E shihni që një krah rrath janë shumë të ngushtë me njëri tjetrin, kurse krahin tjetër i ki shumë gjanë. E njëjta është me qatë zhvillimin deg që den, niset prej trungut që aty. Ka jenë rrath ma të gjanë, është të zhvilluar ma shumë edhe e ki jugun. Kurse pjesën tjetër ku janë krejt ngushtë, mon e ki verin. Këtë që bën qadru masit e prish, e bën një drejt prej, ka jenë mas ngushti, mas gjani, edhe automatikisht e ki jugun, verin, edhe këto dyja veç dvi. Gjithë që bja? Gjithë. Mujna me gjithë dhe ju në ka frynë e a diska? Po, me që frynë edhe jugu. Nuk është gjithmonë. Nuk është gjithmonë. E para, e dyta, sidomos nëse jene për vis malore, nëse ki kodër, nëse ki teren pa përshtatshëm, të më honë frynë prej jugut rrugët, në qatë kodrën që atje dhe të bjenë kësajte. Të më honë së një asqëllat. Edhe natën, për shembull, apo këtë bëhet natë? Natë, kur besoj që inshallah kena me posë qilën kështu të pastër, edhe kena me mësu edhe qysh me gjithë verjen përmes yjeve. Është shumë e lehtë. Është bag e lehtë. Tash kur të mësosh një herë deri tashti, tash ta keni lexuar diku Arusha madhe, Arusha vogël, ose këto grupi yje që janë, e si keni pas një herë, po kur ti mësosh një herë, zdoruhesh tani ku të shpesh natën, dikon kur jemi dikën. Sikur e nusja dojës që i lodh ke, të mund edhe ti kimi lodh njerëzit që kjo është çështë që kjo, se sa dhe kjo. Me një fjalë njëri me menshe, ha? Po me menshe. Kjo është pra vendi ku do ta zhvillojmë kampingën, apo jo? Po, që do ku kena me zhvillu trajnimin e bazik në mbjetesës në farforme. Ti vendosëm çanta qatë pjesën që atje, edhe mund të qesh nëse është mundësia në rend, se di pse këtë vijë dojmë më vend, ose më me kon vijë ose çdo varkë që të shkojë. Edhe You already have at home.
just look in the bathroom, look in the kitchen. Things are there. It's there. Things to use. Këtu shumicën e senë të kitin bjetesës, ata po thonë që është 60-70% të tyne i kinë për shtëpi. Që më është me i kompletu. Yeah, so just look around the house. What have I got? What can I use? Që ka kohë diçka në për shtëpi që më i më shfrytzuar. Yeah, it's amazing what in a bathroom cabinet, open it, there'll be stuff in there that's great. So take that, take that. Ato fijukat e banjës 800 senë në gjinën. Other things you can put in the kit that I didn't have. What can you think of? What might be useful? Diçka tjetër që është dashur me shtin çfarë kiti që është e përdorshme, çka po ja merr mendja. Mendoni kur Dritë, diçka dritë. Gjelpon, unë kisha Okej. menu në gjelpon, diçka në Okay, needle. Needles are fantastic. Yeah. Kur të menoni atë kitin mbjetesës. Hajdin që sistemi për shembull të prioritetit të mbjetesës. Tash ai kena siguru për këtë prioritet të mbjetesës diçka që të kem, apo. Në çat sistem do të më shku. Që kem kasull, çfarë di, Fishing i wire. përmeni shumicën i përmeni. Zhili. Okej, me kat. Zhilet, çbrët. Zhilet. Yeah. Çka ti më provën? Razor blade. Razor blade is good, or the blade from one of the sharp knives, the Stanley knife they called in the UK. They're very good, with a bit of tape on one end so you can hold it and not cut your hand. Yeah. Okej, këto ose jo këto të kirurgjisë, këto Skalpera. skalpera të kirurgjisë që me një ngjitse se diçka natë më përdor shumë më kon mira. Yeah. This fishing line I bought from Jumbo. It was like €1.50, something like that. Që se për peshkim, stil për peshkim janë €1.50 në Jumbo. Yeah. So you don't even have to buy one each. You can buy one, and each of you just take 10 meters. Yeah. Çfarë i kam? That's for stitching or for fishing? Or both. Could be both. Yes. Interesting thing. I used to have a jacket when I was in the military, E ku pas një jakne kur im kon si ushtarak. and I completely changed the jacket. So the jacket was my survival kit. Edhe komplet ka qenë jakna e rregulluar që vet jakna u kon si kit i mbjetesës. So wherever there was stitching on the pockets and around the wrist, I added this. I stitched it with this. Mon ku ka pas për shembull që të lidhni ose të kepne me ato, janë kon të krivne me stilk shumica. So looking at it, nobody would know, but I had fishing line in the jacket, sewn into the Duk si jacket. jakne, mirë po për shembull që ka pas të integruar me shumë sene, njëna prej tyre stilkun në për qepje. Yeah. What else? In the collar, I had a fire starting kit. I remember. Në këto jakën e kom pas kitin për me mbledh zjarrin. Because I was a bit crazy when I was younger, I also had 3 throwing knives sewn into the back. Edhe flikat, kse venin për një flikat, për një gjuhë flikat bjogës, si më ma crazy. Yeah, I thought I was a ninja. Nuk që jam ninja. But the idea was I go, yeah, Dhe u matova ndrenit. great on the movies, real life. Po në për filma e në konë mirë, këmë nuk që ninjë, për jeta reale, së të bjem i gjuhë ato flika. But yeah, again, it's being creative. It's thinking, what is it? What can I use it for? How can I change it to make it really good? Ideja është që more më konë useful. kreativ dhe me ndryshu, dhe se cilin këtu mund, e menja njërit më nërshku gjithë shka mirë, po kur t'ja njësë me dhezë, që kjo trajnim për juve është një shkëndi, dhe në të parë elementi se ja njësë mi posa në ndryshe. Okay, these are quite good. This is a wire saw. Që kjo është e mirë, se është tel shorë, So tu që ropat. Edhe prej këgja si mirë, dhe me konë kështu kualitet, see how quick that happened. dhe mon shumë shpeh, dhe në qëto të hullat si bërë nësa. Just one word of caution: if you buy one of these, if the quality is not good, it won't last long. See how good that was, how quickly that cut. A poor quality one, these will go blank Që very veç quickly. kesh një slajd va përpora, dhe mon nësë është kualiteti original, dhe mon këtu me një herë, me një drutë shumë të hull, aja shka. Shumë e fortë va. Ka me vlekush me? Po kam një buy them? Falc, gjeng, gjithë kërë original, veç jashtë di ka garat. Try fishing shops, places where they sell fishing lines. Sometimes they have it. Otherwise, you're gonna have to get it off Amazon. Or AliExpress. Yeah, AliExpress. Dhe Yeah. mon qëtu vena, po dhe mon gjos atjen që me të ardhe stil. Yeah. String, always useful. For
Mon konat zëqim, çka do të gjithë për gjithçka është e përdorshme. Jo. No, it's just anything. The only thing be careful of is the brown string you can buy in Jambo as well, because if it gets wet, it breaks easily. Mon zakonisht janë është materiali, se të përshembull te puna materialit është më shumë, se për shembull kjo është sikur i plastikës. E këta që janë të butë, këta materialet e butë kënu po që janë, nëse lagën ato futen shumë lehtë. Yeah. So this E kjo nuk is really good. Po, si lastik është. Si gjem, si gjem është. Tamam, si materiali është i sigjimit, veç është pak kështu përbëmi pak më ndryshe është. Se materiali është i plastik. Yeah, that you can split it in. Yeah, split it's still strong. It's Edhe good. e mirë është se edhe nëse dohet për zhvena të vogla me kopë, pse 4-5 fije për më shfrytzu më shumë. Se të vinë me shfrytzu më shumë. Tani atë ka po. Edhe kur God, I've got more fishing line. fika të kondohet, edhe bën kështu tani Okay. telzgia. Something else that's useful. This is like a proper map reading compass, but even if you've just got a small little button compass, they call it, tiny one, you can put it in a box, so you can do your navigation. Mon kjo për me gjithë që mos më pas këtu par tehnikat që vi bojnë, tehnikat që kanë thonë, kjo është në mënyrë e duhur e ki busullën, janë dhe më të thjeshta që në për ora, në për sene që janë, edhe ato të regojnë tamam veri mujnë me tregu. Fire starting things, you can get all different types of these. Për me ndë zjarëmi ka të ndërëshme, mëni me gjithë tash po gjinë në banja. These are really good. Po dush. Fundit i kena bli një shaket diku nga The other way to use it is to scratch metal, small little pieces on, and then light it. Njona për It metoda works really që përmena në më herët, nëse zdezë dhe nëse në ki qasi materiale, po ki materiale për shembull paloma, palomat edhe ato me grimcu djegën, a më ju pa voqa teknikën me gërry pak, tani me dhejtë. This one's like a bracelet that you can wear around your wrist. Edhe që kjo është e mirë, zakonisht vine për shtakitat që është fort e lehtë, më kualiteti është më dhe jetë shumë lehtë që veç që ka thyrë të gjuni, po kur gjë, i ki dikun ashta një metër e gjys, një metër me pas litar, po edhe ki këto që me qëse kom dhejtë, nëse është e vegë, e kom he krejt për asoj gjithë kom ajnë gjepshtë, sa është që të mojtë shpe. Something else you can put in the survival kit is the matches. Edhe është më nëshë më vendu është qibritin. And to make these waterproof, you just get a candle, light it, and drop the wax onto the ends, and it waterproofs all the matches. Edhe më në të më bo, Where the striker is, yeah. dhe më në të këtu më në të më bo me qiri, me vaks, më në të më bo waterproof, që i lenë më në të më vendu të diçka si për me pik po thota. Me pik po, me pik me vaks. Si izolator, më ta më si izolator. Yeah. Or if you can get these, Këto janë speciale. right, we'll just open one because I'm running out of these. Okej. Këto që qelëm këto janë speciale, edhe slogën shkrymë nojë, shkrymë gërgjë. Ta më në qibret është. Right, these are called windproof and waterproof matches. Këto janë waterproof edhe windproof, të më në asë që ki sinal lera, asë të më në sinal kur farë fryme, s'ka shansë më shkrymë, asë ujë. How waterproof they are is questionable, but for wind, these are fantastic. Në më sa janë këndër ujit, s'po jam i sigurt se si këm provu, a për erë janë të sigurt, po. Nuk ka shansë. Once you light them, they don't go out until they get right to the end. Momentin që dhejës deri të hargjohet nuk nalët. So if it's a really windy day, these are fantastic as well. Mund qatë material. I'll put this over here because these stay hot for quite a long time. The whole point of all this is to get across to you that the more you prepare at home, the easier it is when you're outside. Edhe që shë përmenë në fillim dhe mënë që sa ma shumë që përgatitesh në shpe, edhe ti menejsh që tu detaje, s'qa që ma gati je kur delsh jashtë. Yeah. If you have to start, as I say, rubbing sticks together to make fire and things like that, you've basically screwed up. Nëse mbështetesh në ata që me i fërku druna për me dhe zjarëm, ka e treni, no go. Yeah. Bit of preparation at home saves a lot of hassle outside. Një përgatitje vogël në shpe dhe mënë pështon shumë në teren, limon shumë. So even if you're just going hiking in the mountains just for one day,
have a small kit with you. Yeah? Domthon edhe nëse del në hiking ose ku do dikon tjetër se secili çdo që ka dalë jashtë në e, domthon ndonjëherë ka hap rrugën atë. Yeah, take some water with you, take some nuts, Edhe take some bars, fruit edhe bars. merr me veti për shembull, sidomos që peshini domthon çokolada ose energji bara, që do zakonisht këto frutat e thata, domthon ose diçka janë sene që kanë energji të madhe, kanë kalori, energji, edhe që nuk janë shumë prona. Yeah. And the last thing we'll talk about is the knives. Edhe thikat, si janë të fundit që po folëm. You can get loads of different types. The best type is one like this where the blade goes all the way up the entire length. It's not just fitted here, the blade is to the Si end. materiali thikat nashta më të mira janë ato që kanë tehën tej për tej, jo veç këtu testë. Yeah. Also, if you get the ones that flick out or open out, if the mechanism breaks, you can have a problem getting to it. Për shkak se Ja. ato që janë me mekanizëm mundet më thy. John, for your information, you wasn't here. This knife custom brought it here. That's you saying the guy who makes them. And yes, but then this one is as a gift for the like a best shelter, so like the best effort. Oh, I'm going to start building now. I want it. You see? That's beautiful. So and like he hurt you, you know, is the best knife to use. Yeah. And it's very thick. So Yeah, it's a good hand. Edhe nëse ishe ushtar, zakonisht I kanë thikat sy, krahasim me këto. Komplet. The only other thing I've adapted on this, as you can see on the handle, is I've wrapped string around the handle part. Edhe në pjesën e dorës tashin që kam përshtill në litar. Okay, one reason is if the handle gets wet with blood or with water or something, it can slip and you can cut yourself. Njëna arsye është që nëse bëhet me ujë ose me gjak ose çka do, kjo mëret me shi. Çështë mos është kjo shumë e shitshme. So it makes the grip better, but at the same time, if I need to build a shelter like you were saying, I've now got string to use as well. Edhe tash për shembull përveç që gripin e kimat, të kopin e kimat mirë, edhe që atë kanop më nësh më shfrytzu për çka do diçka tjetër. Okay, and if you want to go even another step further, Nëse do më shku një hap më lart, why not under there put one of these? edhe në top për shembull më nësh më vendos si tipin me disa materiale për me dhe zjarrin që e bën më herët. Yeah, wrap the string around all of it, keep it all in one place. So yeah, creative thinking. Right. What is there? What can I Mendimi use? kreativ, me menu kreative me dhëz trupin me qep. That might be used against the snake bite. When you want to wrap your arm or something. Question. We've had this a few times with the snake bite question. We'll come back to that in a little while. Yes, sorry. How can you use batteries? What reason? Për të këtë televizorit. Ja, klimës edhe. I noticed most of our friends are snakophobe. Ja. Shumë e vërteta. Ata llogarit e veç një zjarr për ne kim që është You should keep one in the roof of your house. That's what I've been told. zjarr në shtëpi. Okay, the battery. You can make a fire with batteries. Zjarr më në bën me bateri. One small warning though, you do this only once and the battery is dead. Okay, so if you need the battery for a torch or something else, doing this will kill the battery, but it will make a fire. Mund është me dhe zjarr me bateri. Është metoda. Mirë po, paralemrem, një herë e dytë e avgjigje në këtë e fat puna. Për ndryshe, gjoni mundet me provu tash, po unë edhe që kjo Albini se tani pa të mësmu edhe me tëna. Unë që kjo Albini një 2 orë, just I mentioned that we needed 2 hours just to have a small. Unë që kjo Albini për një 2 orë I kena hupë, edhe me garshon, edhe me letra, kështu, edhe me krejt elementet në gatë, në tavolinë, zyre. Në bateria? Po me bateri, po një 2 orë I kena hupë dhe I kena pa që në dhezët në të të zyza, që të zyza. Vetëm në pas parasysh që gishtat kur të qetni të plusi minusi, gjatë kohës kur I krijon kontakt. Çfarë shpesh për bondoni? Jo, është e padurueshme. Krijon temperaturë shumë të mëdha. Jo elektroshokja vendësi. Djegje. Kime bashku plusin edhe minusin. Domthoni ideja është me vë dy fije bashkë, me kry kontra, me bashku plusin minusin. Atë pjesën me kriju domthon plus minus nxehet çaja, edhe tani e jep një çish. Ah, good man, good eyes. Okay, so silver paper from a cigarette packet. So më më kom për I paqetës cigares. Wire like this is better, but this works. Edhe teli është okay, mirë po edhe kjo shfrytëzon. Mirë po telin, nëse ja qet telin me mojt
Okay. Silver paper on one end of the battery, silver paper on the other end of the battery, Edhe i bashkar. and then you touch the two pieces together Ti garanti që baterisë po. and it causes a spark. So if you do it on something like this, touch the pieces together, the electricity from the battery will spark and light that. Small one, but Është a pak bit e of an electric pagushme, shock. është Oh yeah. Yeah, it's just like, that's all it is. nëse montel është nxehtë, shkakton nxehtësia e kuqit. Kështu që unë kallëzova kështu mos se real, real. Unë e benin tavolinë, zyren, nxehtë, me kretë elementet e mëshme një mas 2 orë kena mujt me dhëz diçka. Oh, these are quite good as well. This tool. Kjo multitool është shumë e mirë, që është multifunksionale, shumë përdorimshme, ka thik, ka plus minus, e ka çekiqin, e ka presën, ka me nxjerr dona, çka do të qoftë. €5. Do të thon 5 euro. €5. Okay. Piece of wire. E kemi një cop tel, Make a loop. e kryejmë një mup ose një u ose çfarë do lak. Okay. Put this bit through there. Edhe vendosim këtë pjesën tjetër në mes që ti lakut që saj. E krijojmë një farë kurthe. Works really well. If you can use this for catching rabbits, squirrels. If you use it for catching birds in trees, Është shumë e mirë me kap lepuj, ketra ose mund të përdorë në pemë, ndroj për me kap. Metala. Po me tel. yeah. So the more they pull on it, the tighter it gets. Yeah. Që dim kafsht e kanë atë instinkt në momentin që ju vendosit diçka e vesh të me ik. Momentin që të me ik ose me jep më shumë, kjo vesh kanë të shtrenguar. Këto vendos dikon në rrugën e kafshës që dyshon që mund në pas. Në lëviz. Thing to make sure you do though is to secure this really well, so the animal doesn't just pull it and runs away. Po Once it's in, it's stuck. normal që kjo sigurohet, që momentin që hin kafsha mos me të tërhiq, po këto e lidh me nëse ke litar më shumë ose peja ose çka do të shoh, po e siguron me ndaj dru, ose ndaj gur, çka do të shoh që edhe nëse hin kafsha ato mos me kput ose mos me tërhiq komplet. Litar edhe si gjem edhe. Po çka dush, ti vesh me siguru që mos më të marr me veti. If you use these for, put them in branches of trees to catch birds, put 5, 6, 10, okay? If you do just one, you won't catch anything. But if you've got lots, like 1, 2, 3, 4, all along, different directions, that way, that way, that way. Nëse do me will kap catch zësh, something. normal do të më vendos në përdeg, apo më vendos sasi më të madhe për shkak që ti nëse vendosësh një është e pamundur me kap, kështu që i vendos më shumë se një edhe vendos në për pozicione të ndryshme. Oh, and just on that note, while we're here, we are not going to catch and kill anything. Po përderisa jam Not fish, even yes. not even fish. Yeah, fish, yes. All right, fish don't count because fish are dumb. But other animals, I don't like killing things if there's no reason. We have enough food, so there's no need to go killing things. But fish is different. Yeah. To make hot water in a plastic bottle go cold, wrap a cloth around it, and then wet the cloth. Normal të nëse lën ndihmë që të shishe kjo ka me kriju temperaturën dhe ka më bë i papishëm për shkak që nxehet shumë dhe është e pamundur me pi. Po çfarë bojna? E pështjellëm me çit shamin edhe i qesëm ujë për mi. The water on the outside of the cloth will take the heat out, and you'll end up with a bottle of really cold, nice water. Uji që qesëm jashtë, një farë mirë nxjerr temperaturën e mbrëmshme. Shishet No, just cotton. Fish normal, veç edhe pa bën shumë pishëm, më shumë. kontrasti i temperaturës e ftof ujin brenda. Yeah, really clever trick, and I've used it hundreds of times. It works really good. E kam përdorur 100 herë dhe ka funksionuar. Që drupe njëni? Po, është drup, po s'po di çfarë është, se a ditë kur e mora vesh çfarë druni është? Në Bajgor, ku kalu shumë mirë niku. Domthon, jo s'është lajthi, është ndjes diçka po si borë që është me vija. Bung, Ja? Si komën, nuk po jam i sigurt. Po çka e vërtetova, ke interesant se
Unë luva ditë në teren me të, se mbaj golin koni për trajnimi, ku ka lup shumë mirë. Edhe, po shka interesant, s'po di e kish sikur plastik. So it's a kind of wood that part. Yeah, the resin inside the wood. Edhe interesant që ky mudhez me këto preparatet s'po mujke. Mudhez si dru vetë s'po mujke, po çka është interesant, na kem zakonisht një problem kur të bojna flokën me moj qit flokë. Mirë po kjo, kur po ndeske, nuk po ndeske shpejt edhe mo hargjume një herë, po ish druni sikur mos s'po di si plastik. E që tash ti veprovoj për herë të parë. No, I'm going to do the last bit now and then we'll... Kjo Jep kohë me xhep Mon- diçka me çit për një. jep kohë. You see, John? Yeah, beautiful. I discovered in the last training this one. Yeah, that's really nice, isn't it? E kom marrë me vete edhe ku ty hallakot pa isjet e gjitha. Që ke prej kështu si rris ka valla. Kjo me thik e kom prej kështu, edhe kjo tani e kom shtjell ka dole, e kom vënë pa qenë. Edhe nuk nxem vend shumë, edhe e rritë poso shumë e mojtë flokë. And something else that Mal reminded me of, Ka diçka që ma kujtoj mali. coming back to this stick I put on in the floor. Okay, the first marker, Kthehemi të që kjo shënjërzim ose gjetja e veriut me that the sun did, causing a shadow, that's one mark. hija e parë ku i ka ro shtogës, ku këna vendos atë parën. Okay. The earth moves around the sun, and then the second mark was there. That's where the shadow was, and I put the cigarette just to mark Normal the tip of the shadow. toka lëviz edhe që ku ka ardhur pjesa ku vi bjen hija e dytë tash. Okay. Kjo hija e kësaj elementit që mund të konë shtogë, dru ose çka do të shoh. Now, to find north, Tash po me gjet veriun, put your left foot on mark number 1. e vendos kamën e majt, lëviz me për aty, hajde këto ma. Ja. E vendos kamën e majt te pika e parë, ku ke pas. Right foot on the second mark. Edhe kamën tjetër e vendos te pika te hija e dytë ku ka lëviz, apo dini? There is north. Edhe mes që drejtim e ki veriun. Von 0-0 në veri është. Bang. You leave it for 15 minutes. Starting point. It doesn't matter what time is it. No, it doesn't matter what time in the day. As long as the sun makes a shadow, this works. Shumë pesh çfarë kohe si vendosi momentin që e vendos shtogën. 1 hour, for example. Yeah, Over 2 hours. that's fine. Then the shadows will be further apart. Every 15 minutes you put a mark, right? You only need to do it once. One mark right at the beginning when you first put the stick in the ground. Okay. 15, 20 minutes, 30 minutes later, look where the shadow is. Where the shadow, put another mark. Okay. And Left foot always on, north. always. Yes. Left foot on the first one, right foot on the second. Mjafton 10 centimetra më tik hija edhe me qiqa drejt. Just to transmit for them. Okay. Mos harroni, që kjo çto është shtog, shkop, hekër, çka do të shoh. Nëse kem ndihmën, që ke të hap një hije. Çka hije e parë ka qenë çto. E ka vendos. Momentin që kalon 15-20, minimumi është 15, po nëse lën 15-20-30 minuta, e gjon saktësinë me sakt. Hija e dytë mos e kanë kontrolluar Gjoni tash, ja ka jap cigaren ku ka vendosur, pse? Okay. Tash te coku i parë ose te pika e parë e vendosëm kamën e majt. Te pika e dytë e vendosëm kamën e djathtë. Edhe që drejtimi kështu e gjen. Pa më parasysh çfarë ku është, sa është ora, mjafton e pos diellin. Ashtu hopa i bën. Jemi okay? So simple, but so accurate. Yeah. E thjesht po është shumë e saktë. Me mos me pas diell. Po do të vinë nga tjera. Teknikat e prerjes It's drujë. got a good point because Ja, përmendni një pikë mirë, nëse s'kem diell, there's not always going to be sun. se jo gjithmonë kena pas diell. So what we do is, Çka bëjmë? using this method, E përdorim këtë metodë. is once we know where north is in our camp, Nëse nuk e dim kampin tonë ku është veriu, okay, put an arrow. e vendosim një shigjet. If you want, maybe put an N for north or V for Veriut, whatever. Ose vendos
Kjo nëse veç një herë e kap diellin që të kampin ton, na e bojna shens tash, edhe dina që kena vëdiën çto. Nëse s'ka hiç ti e bën në pyetjen apo. Çe ku është përgjigjja? The moss on the trees usually, not always, is on the north side because the sun, moss doesn't like sun. So it doesn't grow on the south side because the sun dries it out. It goes on the north where it stays moist. and Nëse ka lagështi zakonisht bëhet edhe në krahët të tjera, kupton? Edhe në krahët e tjera. Mirë po shumicën e myshqeve kishte. Jo, se lagështia, nëse ka lagështi druni, do të bëhet edhe anëve tjera, edhe çto është mshefur, është e mshefur. Çi kjo? So it's not 100% accurate. So what we say is, don't rely on just one method. Do two methods is better. So you've found one method, now cross-check it. Po për shta mos u bazone gjithmonë veç një metodë, nëse do me kriju edhe me përfitu ma saksi, i bën ma shumë se një metodë. Që duhet shumë i vogël. Mirë po edhe që të mundi me vrejt, mon në që pjesën që sajde, mon këtu që tregojnë për vijat e dronit, që sajde apshet këtë një mas një janë, kurse në këtë pjesë në altë janë matralla. Mon në qëtë formën është me gjithë, nëse prinë që dru, në qëtë formën është me gjithë. Edhe verën në epë, që drejtimin që arina, jugu në epë. Okay, shelters. Po vazhdojmë për shkak që jo jena keq, po muna me kom keq tani me kohë. Këtu tirat muna me bë, po e rëndësishme është që para territ stret me kom të kompletuar, këtu punë tira muna me bë edhe mos i bën tjerë. Po shkojmë pikërisht në streh haç atje. Çfarë janë vetëm modelet që ja tregojnë ana, edhe pjesën ku kena me punue, ju e keni atë pjesën atona. Tash ju çojnë atë lokacioni, ju ndojnë në grupe, ja vjen po pjesë. Por 3 vet. Kjo është po afatxote. Kjo është bazamenti i parë. Që vendosë gjithmonë që ke para, për shkak që çka do të vendosëm për mi, e kena krijuar një farë një farë rezistencë ndaj ujit. Çka do të më pas parasysh që çike stre, sa më e lartë që është dera, problemi ose të lasha për mundësi është më e madhe. Kështu që sa më e vogël me pas ramjen, sa më e ulët, mundësia për më ngru është më e madhe. Vetë 3 persona. 3 persona, këto muna me bo afatxhate, po qysh afatxhate, investojmë to pak. Droj për mi, unash sigurume që e mbyllëm, një do të me pas parasysh kulmi me konë në rregull, pjesën ku kena me ra, do të me konë shumë e rëndësishme që mos me konë dis nivel, ose mos me pas kur, ose çka do të shoh, për shkak që ti keme bo gjumin to, edhe momentin që ti nuk e kije terrenin e rrafsht, e ki të pjert, hen test, kur të pajsh vetëm mas gjysore, përfundon jashtë. Kështu që siguroni që me gjetë vendin ku keni me bo gjumin të rahatshëm. Pjesën poshtë është shumë e rëndësi me shtrua. Çka do të shoh? Tash e keni shtrojat. Po nëse keni shtrojat, mjafton me marr kese, doshko, keset e bormugut me mush doshk që me kriju një farë rezistence prej tokës. Për shkak që dikon 60% temperaturës trupit me tërhek toka. Nëse s'keni as ato, muni droj. Droj ose çka do të që gjeni gjethe, edhe e nisni me trash, po shkoni tu e kriju shtesa më të vogla, më të përshtatshme që tek e fundit ju keni me flajt. Sa më nalt që e çoni, mundësia për mundësi është shumë e madhe. Që ti sa dush nxeje pjesën lart, po momentin që ki kontakt direkt me tokën, mundësia më ngro është shumë e vogël. Çike është për afatxhate. Do you want to add something because I see? Yeah. Do më shtu diçka? I don't know the science behind this or why, but apparently the best angle to have this is 60 degrees. Nuk e di shkencën cila është o pse është, po kondi më i mirë ose ideal për me ndërtu që stre është kondi 60 shkon. Yeah. Also be very careful with the wind direction with these. Edhe që ky detaj që duhet me pas parasysh në drejtimin e erës, që dera mos me lën ka frynera. Yeah. So my favorite one is the one that just does one person because you're completely covered. Po jamja e preferuarja është ajo individuale për shkak që është e mbuluar pothuajse komplet. Po. As Benny said, if there's a few of you, then you make do. A couple of other tips with shelters. Edhe diçka tjetër, po do më shtu? I think Benny's mentioned it, but really put a lot of things on the ground. Commodita home it, make it like that. Bone bash komodita home, poshtë, shtroni poshtë. Sa më shumë. Sa më shumë boshne. Yeah, you'll lose more body heat through the ground than you will upwards, so really make it a good layer. Për shkak që shumë më shumë hub
temperaturë trupit pe tokës se që jem qështu merë. And one other big tip is before you go to sleep, while you're building it, lay down on the floor and check it, test it. Para në një trik i mirë që është për me majtë men, para se me fillu me ndërtu, shtriju provoje, apo një është rahat, apo një është komfort, që atë ku do me ndërtu strejen. Që nëse nuk një është, para se me ndërtu, bili mu sargjë energji e ku e ndërton, kur të në shfund e shë, jo se pas në po keq. Yeah. Many times I've done this where I've looked at it and said, yeah, it's going to be okay, and then found out I've got a stick in my back. And this has happened to me probably 10 times, maybe more. When I've woke up, I've actually been outside the shelter because I've slid down because I didn't check to make sure it was flat. Gjoni për mu më ka ndodhë shumë herë, që e kom këshyrë me sy, më ka do kësi është vend i mirë, për kur kom ra, o kom qa që i keq që më ka pas shpime ose çka do të qoftë, ose shpesh më ka ndodhë, kom ra, po kur jem qurë, e kom pa vetën një stres. Okay? Are we going to go down to the Yeah. About the biggest Albanian phobia. What is it with you guys and snakes? Sigur të keni gjop një asër nuk të sëlmon, por derisa nuk e shkelni. Du ska offensiv, visst defensiv. Jo, På natten. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamida. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Pak me parë i marrëm instruksionet se si me ndërtu streha. Dhe tani jemi dalë në gjithsej 7 grupe dhe jemi duke i ndërtu streha. Çdo grup po bashkëpunon me antarët e vet që t'i arrijë qëllimit. Po normal nuk mungon në ndihma njëri tjetrit, huazimi i sharrave, i sakicave e kështu me radhë. Ky grup si duket pas ka përparu mjaft mirë, mashallah. Për kualitet nuk e dim, po Bukur. Looks me this mallet, ha? Si po ju shkan puna juve Gjelanit, mirë sheqer zoti. Ne jena 3 veta, Po? edhe ju të tentu me bëni pak loje. E kena himi në tonë, zjamin tentojna që atë me pas. Po, që me hi do më nxehtësia këtu edhe mu bloku me met atë. Edhe janë sarada. Gjithu të poshtë, Te poshtë. që dhe se bjen shqitër e tu janë ena, këzjarë jeshtë të poshtë. Mrekulli, veç puna morë. Faleminderit shumë. Gjashtu. O, puna mora o latë. Që shpjo shkan ndërtimi i strehës. super që shpeshoj Mashallah. edhe vet, edhe pak, edhe inshallah po flejme një herë. Shumë për jatësi tani. Gëgja e keni gjelbru këtë strehë. Primitive kena shkuar me pak mjete. Me pak mjetë, Sa ha? ma pak mjete, me tregu që na edhe pa mjete mujna me mbjetu, inshallah. Bet një gjallë e na përgori dhe mu. Bukur, Po, veç që kjo është qëllimi mbjetesës. Fiks. Ju lumt. Ja, pra, kjo është streha që janë duke e ndërtu. Është në fund zjarë për fundi apo jo? Për fundi Shpyshi pak për shpyshi. për fundi bujashkave. Po, kështu. A vedem? Hej, veç pak, apo në qëtu të provoj nisa? Për tani për të jem floka aty për pallomave. Më koll bujashkat për anë ato pallomat për fundi, më koll bujashkat për mi, a vedem?
Në marrë një dru mas ma, në shakis në trakë. Hapi vlo, si këshë. E kam që këto të hekë kjo më këto. Në ndimoj. Shkënejloni shumë... A kall. Mirë. Tash do të të bujosh atë se në pak se matë mesme. Unë atë anë në Denizit tani. Se frikë, ma mirë se kjo shumë e rronë. Jemi këtu me një gjendje të jashtëzakonshme, shi po vjen, kemi dhejt vjen, po pjeku mish. Gjendja në kontroll. Ja, s'ka panik, bile për na knoqe edhe më shumë. Bile urrit disponime. Urrit disponime. Kamera nuk e qenë tamam 100% realiteti, se me sytë që ti ka falë Zotis kur gjasun dhe në rënë. E bravo, shumë sa që në pakaj papje? Hajde pushtë dhe majonez një herë të buzë, ma bravo. Ma bravo, po natë është o vëllo. Tani për momentin jemi duke u bë gati që me ra me fjetë, i kemi shtru venda në këtë rrethonat të pazakonta, janë dhezë, sa zjarra këto për e 7 zjarma. Mos u shim njëni, po më duket që po. Po, një këto. Një këto 6 zjarma. Gjumë ta me lbofshëm. Dhe ja pra jemi zgju, sot mëngjesi, pas asaj natë që kemi kalu në këtë strehat, që i kemi ndërtu si duket, ja kemi dalë sepse realisht ka ra shi natën më herët, përse nuk në ka pik streha. Shtë që po shpresojmë që ja kemi dalë, pse herën e parë, mirë ka shku, elhamdulillah. Tash, shefqeti Bagja është duke na përgadit da kafe me një farë frymet eger, pra shika qëfar gota po qetë në skafe. Gotat na i ka ba qaren atë dhejo, se këtë din me të ba qare edhe në rastet ma të shtira, edhe qështu po bëhemi bashk ekipa se cili aftësit e veta, dhe ja kafja. Ka njëherë është interesant edhe me thy rutinën, jo vetë gjithë në komoditet. Dhe ja, kjo është kafja. Apo ju pëlqen kafja? Arben, a kena më hinë qashti strehat? Është kumpira, a veç ja u bën do vija i qonë? Jo i prin ka pak i qonë që me dëpërtu ma mirë. Vazhdojmë të kushtrimi. Cili për juve përdo me folë për tjendën e juve? Menoj që se përket malësis, u konë e dura, shoko që sa ma e vogël që sa kam mësu gjoni, ma let nëzjet. Po e vërajtëm që në më thonë që se kena izolu, me gjethët që kam bo shumisja laznive, natën ta djemë të kanë njërët pak. Përveç me e që më konë ofër zjarët që do, unë që kom njërët, e ta mrena që kom kanë njërët, edhe normal që të kena fejlë pak, se e kena udosht më konë dyshysh që kur vjen shio, mos me na hi që to, veten. Në ora 5 e kështë bot njëtën a kështë ndryshu diçka? A? A kështë ndryshu diçka me bo prapë? Se përket shët formës jo. Vesh e kisha drejt që to që na i qysh me i ra kjo për mi kjo, a veten? Ra me u që mos me Që i... kur vjen shio mos me ra kështot, po me ra për të nalt. Na i qysh ashtu, qysh ish bo nuk i di, po ish do ashtu me menu me bo, edhe me bo me gjitha. Për me bo ma mirë. Zjarre a i ka ngrona i tro? Zjarre ishtë është, nashta shtati pak ma ofër që me hi nxetit edhe mrena. Po tani, a i shkon rrezik me hi edhe ti me mrena, ato... E për shtani kon 3 vetë. Po. Dzëf lajnë një kujdestor. Ose ishtë është me lanë kryt të nalt,
Do të thotë është shko më mirë, se ç'është ke gjoni, nëse dia ka përmend dia ajo, atëherë për dimrin e ka përmend. Që subhanallahu 60% e temperaturës trupit për kokës vjen. Domethënë, nëse të nërth kryet 60% trupit temperatura hupe bish për kokës, apo kupton? Domthonë Nuk ishin kond, laska. e kom, domthonë shqiptar gabim. Gjezia ka vëmë kish pas. Që ka dhënë për nërthën kond në atë trupi, është se ka keni flak, ka keni qit kokën. për mkim, për çështo. Si omash. Po. Okej. Ka veriu. Domethënë kur u shoj fundit janë çuar këta të tjerë. Ja, ishte shumë hiç i fundit. Okej, faleminderit. Veç në hapjeve tone për sabah. Për pëlqen e njën të apidok që kanë bo mira, kishe investu në e sena? Po më duket pak e ujtë, kështu. Pak e ullët, okej. Edhe qaja që e përmeni. Ekonomike, këna mendu. Tek kisha pasur në lastik, kisha diçka më vogël. Okej. Harru me përmend kryesorën, kjo është antidrog vllaz. Kamuflazha është nivel. Pa kalëm të gina nëzit për fatësu si juv. Kjo është villa e Gjilanit me sistem knauf 1.0. Vllazko kjo është që shpeshifni. Domethënë murët i ka me gjethe, me makina munu mos me edhe frima mos me deportu, edhe më kon pak si ma vëdi. Po të flet rasin to. Po, rasin më kon tereni pak u konën, domethënë pak ma drejt ka bon. Me investu për në teren? Po, pak ma me drejtu pak, shka jo shumë. Nëse kish me ndrejt qa pet, për gjithësi kështë të njëjtën e kisha bu apet. Vetë që kisha investu pak të puna caradës, ja kisha lënë ramjën pak ma drejt. A ka dëbërtu në i troji? Jo, s'ka dëbërtu, po ja kena bojt pak gojle, po e kisha ndrejt që mës me ja bojt gojle heq. Zjarra ju ka kry punë? Po, ka kry shumë. Zjarra ka bazën e mirë se ka hinë të ciam në nashëm. Domethënë në kom të kisha që nalt, e nisha në cinë zjarrit të kom, apo Po shuk e zjarri u vrejkim në randë që diçka so Flajt puna. ret, po që ta. Tash një pjekë edhe patate, ka gjë mirë. Edhe në pas kem deru me patate, kështë që s'fudishe me po. Dhe pasi musafert. Akustika ka shumë mirë, kur të rrat këta çaj ka plet. Kem pas pak Ajo probleme si mos të siguris. me gërhatje, po ato që më thu si alarme këta po. Kështu që shpeshefni. E mira e këtyne që kanë shfrytzuar drejt shumë, apo shini? Pa pos nevoj me qitë bazamente, i kanë të gatshëm. Kena pasën edhe tokën me shtru me droj kejtë si laminat, kështu po s'na la ajta, jo se shkoj shumë dru. Investimi shtrajt. Po investimi shtrajt, s'kesh ke logari. Që një pishim për para. Na i këshilla i diçka jeni mirë pritur për këshilla. Qatë që e këna thonë, edhe ja kësha sugjeru jeve quve për se cilit, me bo investim të kulme ose të streja nalt, që kur të bjen uj mos me të nejtë që nëse rrin streja e thyme, ma mi që të bjen uj që të nalit. Aje rrin një sasi caktume tani, me kalimin e kosa e vetë vetiu janë nisë me pik, që të ama shë bësheni, të bire ka pak, një mujtë me investohen ka pak doshk që mi mshelë, me dëpërtu fryma heq, edhe zjarën pak me afru që që fryma kur po fryn, dohme me shkëm jana. Okej? A shkojmë të shifuja. Kjo, që mi thonë, regeneruese, as po di qyrë që djali hoqës isha rrit 2 cm. Si fu del që djela nësja. Kjo, une me djallën e ujës, me Alin. Kjo lashko keqa, o konë qëllimi kësoj e konë mos me njerë. Se une me njerë të kam fort gallën matë madhe. Nashta e bukur së dalë si tjerat, po për me mbrojt për të ftaftit të konë shumë e mirë. Do më thonë është e izolume në krejta unë, kërkon asë një birë të vogël se ka. Ramjen e ka të mirë, një gabim sigur të këta laznije që shtash, pak si në të poshë kina pas, ka pas nevoj pak me rafshu. Për tjetër, kur gjë pizman së jam, apet njejtën e kësha bo, për ftaf të fjalla, e për flat, këshu i bo një tjetën. Është ne i vrejtje, ne i sugjerim që a keni. Veç në mes, kisha thonë, me tentu, nëse s'ki e droj, me shishë është këtë të qotë, me që pak pika e ramjes me metonash, që të shumë mirë ke po pëse është rezistent. Kam lanë kështë ramjen në pak. Pëse është rezistent. Ka ramjen kështë mbronë. Okej. Drenazhën ja ku bo. E vetë me drenash, keni parasysh. Me drenazh, me
Ka ke drenazha se mora vesh. Çike është çike drenazha që mos sigurohet që uji mos më na ngec mbranda. Sigurohet që del jashtë, okay? Kjo shumë e pocit, shumë e vogël si do tenda E vogël, arusha më bo më ardh, nuk janë shtynë kësaj, se vetë s'ka sen e këshynin një pak më të madhe. Ja këto e kjetë mirë që e paketon është në gjendë merr me vete. Çka po m'pëlqen te kjo pas ka një lampë në hymje, apo me dheza aty në dritën në hymje. Bile se keni vrej se kur kalon dikush dheze. Pina lan. Sa kanë bo hotela, s'ka kanë bo. Tu në fillim kur kemi ardhur, jemi mundu me gjetë një pozicion shumë të mirë, sidomos i kemi këshyr drejt. Edhe jemi mundu me gjetë pozicion midis drojve, edhe më na shërby si shtyll edhe si mbrojtje. Edhe jemi mundu me investu shumë në droj anash me shti, për kështu për tenalt. Kemi vendos kësi, ka edhe mrena dhe atje, se kemi menu që nëse e bojmë një kulm mirë, i bjen që i kona. Edhe nëse frynë shumë, nuk mundet me në ardzu shumë. Edhe shumë kemi investu në gjethe. Atje kemi izolu qatë shumë kemi shti gjethe, sa që mladh shumë edhe dushka, edhe i të bëj shumë kështu, edhe plus shtishëm rana, që me bo sa ma shumë izolim. Ajo që ka jemi kujdes tjetër është, e kemi rrafshu pak se ka qenë si të poshtë, se në teren pak përshtatshëm, me lopate kemi rrafshu dhejën, edhe këtu i kemi vendos të atë drojt që mi vendos komët. Adem që mi pushu komët, mi pushu pak ma nalt. Kemi menu edhe për zjarë, se e kemi këshyrë edhe ka po frynë, kështu që tymi s'ka hite na, realisht në zecia ka shku si në qëtë pjesë shumë. Kështu që kemi mendu që në qëtë pjesë që shtu hen ka pak në zeci dhe ka na, kështu që s'kemi mirët. Ka qenë një izolim shumë i mirë, me një pikë strategjike, ka qenë pak si në krye gjithve, kështu e kemi pas parasysh krejt që ka pëndodhë. Shpia modhe. Regionin, po, sikur e këna po një farforme sikur karaull, me thonë shtab. Pikë vëzhgimi. Pikë vëzhgimi, e kemi pas në vëzhgim krejt terrenin, dhe shpinën e kemi pas kogja mirë të mbrojtën, se kemi investu edhe ndrojt të trash, mrapa, po edhe shumë gjethe, sa që edhe me pas rrukollis, diçka zbesoj që e kesh dëmtu. Sikur prej anash, sikur prej naltit. Qa, kish investu prap nëse kështu po? Qa kështu ndryshu diçka? Veç, ma shumë nashta veç gjethe, ma shumë këshim qitë kështu për mi, po s'mujtë me gjethe ma shumë gjethe realisht, se u tërru, shkej koha, kështu. A mund këtë pjesën kënej, diçka shumë kemi qitë gjethe dhe drejt. Në kombinim, jo veç gjethe, po edhe drejt. Që ka një izolim ekstra të mirë. Nëse i kisha vënë më të njëjtën, s'është i kisha ndryshu shumë, me përjashtim që dyrë derën pak kisha tentu me ngushtu që është bege e gjonë, dhe jo e këni bëllë për musafir, që shpi e bëllë dhe të një bëllë dhe vetë pa fikë të lashe. Ramja këtu për para, ku nëse bje shirasisht, në blok këtu i këtu edhe më tash da mja fshu këtë zjarëme, nëse bjen shumë. Apo u thënë, që është ramja kështu. Në shkon që më mirë, hymë pak ma vogë dhe më bora me temas, që edhe ku t'bin shirë me ranena. Edhe me bo që pa në që kështë që qekë që dhejtë mas dhja, mos me Mini Cooper streke ajo. Qëto që i kemi vendosë që shtu janë me qatë qëllimin e përqimit të ujit gjithka ka pak. Gjithka ka pak që mos më shtu bu veç me një vend. Me bo si loj kulmi më nuk me bo. Jo me nësi gjumë një kënë po trashëm, po. Une jo, se problemet tjera. Problemet nga jashtë. Interneti, rrjeti. Ka pas një zhurmë kështu. E kënë që me... Qa e larmi për gjithë, se më që ka vendosë romë. A vazhdojmë të tjetra? Faleminderit e tonë. Faleminderit edhe ju. Tanin. Ta shumë me thonë, për shihet, ta s'ki me komentu shumë. Na qëllimi e më konë në alësia, që mos me hi do më thonë me fut me kokë kështu. Ato kitë të trapata që me thonë janë të ledhë, do më njënë me tjetërin, do më kështu nuk leviz. Pirësia u mundu kështu, po për shkak të na kanë mungu dhe pejt pak edhe së në kina lidhat pjesën ato, do në
me pas çarada ma shumë, e kishëm bë pak ma Okej. ana që kena izolu me këto gjethe dhe deg, jo shumë s'në kena qit, po u konë ma mirë, po ta gjatë lëvizjes natës kanë lëviz pak ato, për ndryshe gjatë natës nuk kena pas shumë problem. Okej. Edhe Gjumën e keni bërë trashëm? Po mirë, konë pjertësia normal, si të çdo kush e kena rrafshu, e kena gry disa, po nuk kena mujt me në atë nivelin, po që një drumë kom qitë e kam të këto edhe u pështet që kam. Okej. Nxehtësia kom vrej domon se si u nal këtë zjarmi e nisha ftoft, domon që na ka hyrë nxehtësia. Se në fillim menova që se disha ka po vinë erat, po mirë domon e kena vrej kur nalke u vrej ke qoftoft, normal u desh me izolu hala ma shumë po. Okej. Gjethet. Po pozicioni ashtu unë kom kështu dronat, më lidhem me dronat, domethënë. Me kështë shfrytzu vegetacionin pa pas nevojë me investu shumë në bazamente. Po, do çdo dronat shumë na kanë ndihmuar që e kanë më stabil. Që sot me çfarë me desh me. Më pëlqen krejt veç të izolimi. Shumë e lartë, veç të shkon pak ma poshtë, e shkon super e izoluar. Që të bash te koka kur kanë vendosur skryt. Ke qenë këto po ne Ka ato. qenë kanë shumë menir. Kanë lëviz. Pastaj i promoja pak dok. Po na kanë hika pak. Ku na lëviz, kanë ra ato se djeën kanë shumë më mirë se i kom qit pinor që çto i na qit, po tani kanë lëviz ndërkohë. A më do ku i mëshëm që ka menuar për dietë, se ka thonë është dikush që s'mund të për kulja me i direkt. Ka pyetur që vjen na pacient natën atë. Ja, këti ki shtylla i ki. Po ki shtylla. Vesh dera. Moshamma si do dyrt në për shtëpia si kanë kaq mëdha. Pjesë që kjo për shkakun kanë bërë. Qëllimi keni investu krojën e majt më shumë se krojën e gjatë, apo se që kon po të e kundërta që këtë tona ka shumë më fry më shumë se këtë pjesën këtë tona. investu më shumë për karroçën. Do me thonë ministri knaufin e dop, pas natën e dop. Faleminderit dok. Hajde shkojmë te tenda e hoxhës. Kjo është pra streha që e kemi ndërtu na, jemi mundu me shku paka shumë si pas ati plani që na u ka dhonë fillim, me bo me një farlaj pjertësie, në mënyrë që uji shiot me rrjedh të poshtë, dhe që ka me thonë, nuk është që kemi bo ku me ditë sot avancume, po se është sa për me u strehu me pas këllë mbi kokë, dhe shqyqër zote uji nuk na ka depërtu poshtë, që të qenë ka grumbullu pak da uji, por se në asë një pikë nuk na ka ronë mbi kokë, dhe kemi ndjera ati, kemi ndje komoditetun e për vejtë këm flejtë si e ma mirë, dhe kjo është paka shumë. Kemi ba një farlaj izolime dhe të anëshëm, jo ku me ditë so, po sa me ta mbrojt erën edhe shion, edhe atje, si që po shijet poshtë, s'ka pos hapsirë me depërtu as të ftëhtit fort, as kur gjë, dhe e kemi gjetë këta ambjent ofër drojve, zjarrin e kemi pas para neve, na ka mbajt një farë nxehtësie, dhe kjo është paka shumë. Qa kështë bo ndryshe nëse kështë bo prap, ose qa kështë investuar? A dhe? Su që kisha investuar veç atë pjesën për para, kisha nëreq pak nëse kish pas kohë më shumë. Okej. Dhe diçka tjetër jo, super. Nëse që kom temperaturë më të matë ftofta, që pjesën e lartë preferohet me mbolu, që vetëm carata, që pa mënyrë është problemu ngru, kështu që droj gjethe, çka do të qesh për mi, është si një që kur ta bësh izolimin në shtëpis, që krijon një stres edhe pa mundson në familje me dom nxehtit. Që është moment që nxehti del shumë lehtë, që carata nuk është çfarë ngon shumë. Për zjarra i shkon më mirë me bo ma ofër, a ma larkë. Po që shkini vlajt hosh mirë e këni qitë zjarën, që me kështë qitë zjarën ma ofër, të retë veç i kështi po kom të nëzhe. Edhe era me shi shardë. Izolua dhe knej. Që mos më ndollë. Ja të mujtë të era gishta për shut ju ki shardë. Patotet pjekta. Se më ndaj që zjarë. Jo zjarë shumë mirë është. Shumë mirë është, veç preferohet. Anash me qitë gurë ose droj diçka, që nëse fry mami pa mundësu, më shpëndosh që qëtë një frym, për këni flejt ka mujtë një gacë me shtim randa, edhe mund më shkaf fundit. Por siguri, ose e qilë në tokë, ose e qilë drujtë të mdhej. Në qilë e kena qilë, po mu hik. Po, ne do shme siguru, drujtë e trash me qitë anash, në zejën që ta drojtë, tani më shme qitë më djekë. Po ndryshe mirë është. Faleminderit. A shkojmë me atë Se janë bitur. streja taktike, të vesh njërë gjoj me hiperfundi. Tu, na i kem të su kriteret këtë që ne keni e për mi boj, kena të su këtë kriteret. Tu ka ramjet mirë,
Shtën qeshe kena lënë më ardh ujë më grëmbullu krejt për këtu, vjen që të, nuk mbledhet kërkon që shpesheni. Izolimi është super i bom, shumë mirë, kena qitë shumë materialanesh, mundesh me vrejtë brenda. Natën kër kena fletë të konë shumë rehat, të konë mirë, nxehtë, super. Zjarri ka funksionu natën, po ka më nxehtë unan, mirë po s'ka pas asnjë problem se u konë temperatura shumë e mirë. Mrapa është izolu mirë, ana është mirë. Këtu e kena lënë ma ult puna që na keni thonë që është ma nxehtë nëse çështu. Andaj e kena lënë ma nalt për punë që më konë ma lehtë për me lëvizë ose nëse natën. Çka? Okej. Mas është nas nuk vret, nëse e fshamu ndaj kund të armik mos më vret, nas nuk vret. Del çatje, hajde, vazhdona kallzonën e pjesë harra jarone. Mon këtu, këta dy e kemi dugaxhinët, kë deçani e peja, po. Okej. Hiç nuk vret, as nuk vret se është tem, çfarë mundi marrë? Okej. A kone përshtash me rahatshme me flajt? Valla jem knaq. Shumë rahat. Të rejnë vrana? Për marrësh që merrni Këtu as nuk vret prej dashit se është Su në vrenë që është tim heq. Nas të armiku në isan. Super, ha? Është pozicion i mirë se duam këto, liçenin afër e këtij. Zonë taktike. Çto gjatësia ka mjaftueshëm që mi zonë, pa ju dalë kom jashtë. Bilenja arma knajnë, mos blen mos se kështu është afër liçenit, është zonë taktike. Që çfarë pamje. E çfarë do të thotë afër liçenit që është më shtrejt toka juva? Më shtrejt, blen më shumë. Po jep produkt që shitje. Që tash, nëse u bo me nxesi, mi aprish pak, një vrejtje vogël është për gjithë, ose si këshillën, ose si vrejtë si shdush, pajisjet, ka ecëm, këna po pajisjet në për rrugë, zisa e pot, kështë që dush me pas për asysh pajisjet mos me lanë në për rrugë që mund me kontrazekshme, natën që nuk i shohëm, po tjetra, kur të na donë nuk muna me gjithë. Për shta thash, siguron në gjithë, e përdor pajisjen, këtej të rani ku këni caktu, që mos me dollë kolegë të shok të ju me lypë në për strejat, po tjerë me ditë ku është vendi. Po me pajisit, po me çantët të gjithë shka, dhe mi palu dhe mi shti në rëndë, mi rëndit. Shkojmë që atje nga këqyrë ma uzina i voha. Qëtu të bëllë se që kja është interesant. Apo na cakton kush është fituesi, masi ti je ekspert i fushës, kush po e fiton shpërblimin në fund. Që kjo është pjesa më e vështirë, që secila e ka atë mirën e vetë. Ekipin që e kësha përjashtu, mos me mor pjesë në gara. Janë qëta që kanë ndërtu pa leje. Hajde shoh. Kushtro? Unë sa është konflikt interesi që kam fitu, është se... Po. Po do këti me kasë të ke po. Si me kasë të ke po. Sa që i kësha saktu që ta është fitusin, jep na ko pa komisionit të vlerësojnë. Juria me ndën, okej. Ndërko. Okej, bashkë me ndëni kush ka bom me stilin më të furt. Unë jam mes Ertonit edhe Kina. Jo, dhe që kjo tjetër ka interesant. Haru. Kjo është mira, është më nërlon, e ke mbojsh me pelerin. O, vish me senet natyrës, po. O, qartë është ide, shkretika, Atë nivelin e rrezikut, tash për me forcu që të mojet, është mirë me vendos të prushi, masi ti mrihëm, i vendos edhe këtë fitoj një forcie. Edhe kur dësh me gjuhë tani, kapna i lepër, ketër, besa janë e punë mos e qka të shoft, e kap mirë që të të gjujsh i kje 4 pole. 4 pole që mund me gotit, 4 kondër. Është kjo drejt me vë me gjuhë? E, po që shë gjuhën. Unë është i gjetë, a zvana? Bona është i gjetë. Se qa këna me vomre? Këna me gjujt. Me një tjetërina? Jema du të me nresë tigër për me gjujt. Mirë, tash të pëna interesant neve si do mos i bojmë hiking shpesh, me na dalë na jarusha, na jojt, që kam me bo si mos preventive, po edhe nëse s'kemi mos preventive, kurative, që kam me bo. Te arushat është një mos preventive, se dhja dini gjithë. Te arushat që është mundi me reague. Jo më mullja, po mjafton me kom ma i shpejt se i fundit. Por me pështuhe. Asë është ajo me bojnë shedeka? Ndryshe problem është, po realisht të na i thojnë arushat rrezikshme sen, po
unë s'moj men që sa vite mas luftës që ka një rast që Arushat kanë sulmu dikan ai kersat ose ai kingat ose kush do të qoftë, me përjashtim që i sulmojnë baktit ose blek. Njëjtë, edhe porojshit nuk janë çashtu që sulmojnë normal nëse që janë koha ose sezoni i ftohtë edhe janë pa ushqim, ata bëhen të rrezikshëm. Bëmi na të rrezikshëm kur jesëm pa ushqim e le më kafshë. Po thjesht do të tentojmë ju shmang që mos më ngacmu. Njëjtë si puna e xharpit, asnjëherë xharpi nuk sulmon, por derisa ti nuk e rrezikon. Këtë raste që i kemi pyetskimeve që i kemi në Kosovë, natën apo një raste që i kanë shkel njerëz. Që ta preferohet mirë në hiking kur delni, pantonat me kon gjatë edhe kpucat, mos me kon pa pa çerop vete ose me kon të thella. E para janë për na mbrojt pika pshimeve gjatë neve, po tjetra na e pshtojnë zogun shumë që në përvende ku ecëm ka gurë të ndryshëm edhe njëri kur lodhet e hupa në stabilitetin. E gjatë kohës ti mund të hup përqendrimin kam tua, në përdrevje, mund të shkaktu ajtje edhe çaj që është ose ti mund të më bë një familje veç peshë në barë shokëve tu. Nëse i kish këtu edhe me zonë komën, një mos preventive ose një mos kur do që ti ndodh, që këto mësojna paramedik, kur do që ti ndodh, nëse nxeni komën keq me si çizmesh, kur mos ja dafni çizmen. Në moment që e dati çfarë po bën peliran mundsinë me ajt, po thjesht e merr edhe çit pjesën që tu, veç ja shtrëngon e një fish ose dy fish që më thuhet çaj ajtja mos më dal. Hetardja a kryen punë me njekujt edhe Arushat, pasi që krijan një zhurmë të madhe. Çdo sen që bën zhurmë, besoj që krijon një farë frikët e kafshë, sidomos petartët, që japin atë sinjalin e gjotis që kafshë mësu, në momentin që një zhurmë, shmongën dhe në ikon, që pinini zagort, ku a gjotis për dëda, ose zagort ose armë që shkrepen, ato ikon, nuk lëshuan poshtë. Çfarë kafshë te ka mund me gjetë sajtë? Ka lepoj, ka derra tegër, ka ujqe, po zakonisht tash edhe kur fillon nxehet koha, kafshët është janë nisim largu prej ambientit ku lëvizin njerëz. I ka kriju çfarë zot çat mirë që e kanë instiktin, atë logjik s'kan, po e kanë instiktin e mbjetesës tyne, edhe momentin që ka çarkongën të madh atë strehohen edhe shmongën. Në 10 ora mëngjesi edhe ambienti do të më kthye në gjendje që jo kam. Tash besoj për gjysore, këshirni çka ka materiale që djeget, që të një djegni që mos na bot pesh barce mbeturinat që mi marr me veti, po i shkatërrojmë edhe në fund çka do që të me diçka e groposëm, ama materiale që treten tokë, jo materiale që nuk treten. Kthen ambientin vend, drojt gjitha, jo me lanë që të, po i shpëndani që më dogë vendi si kur si jemi kanë këtu e heq. Qëllimi është ato, kena ndërtu, kena punu, po tash kur të shkatrojmë, do të më kthye çdo sen vendin e vetë. Okej? Tamam. Jemi duke u paketu mund dal nga dal, duke e kthy këtë vend në gjendje dhe më pakshme. Ta është e aktiviteti me hoxhën. Ne të kthyer me rrugë qatë les. Hajde tash korabi. Tani në gjëzë me hoxhën, inshallah. Po, gjithës. Bravo! Bravo! Dëshoni, forca, bravo! Ky nuk ishte shumë i saktë. Ky është nga Gjilani, nuk ka një farë aftësie. Hajde pejoni! Hajde pejon Matja. Ama lërë çantën, se kena për me çantë. A mashtir po. Hajde pejon. Hajde pejoni që pemen çtu kamero. Tjetër laj. Tjetrën, hajde ti ku në rrok, e mirë ball. Hajde vlla, do me gjujt. Hajde, që? Hajde.
Vlla, e ki rok pemën tjetër, po tikon, mirë ball, tikon me lënë shaj. Hajde vlla, Hajde unë një. kajt kem vlla. Hajde këtat po të jevës, hajde po të jevës. Ju keni fjallë të mdhaja me lap, si keni punë fort. Hajde vision e ty dhe si tash, ca ku ne kem godit. Qëta me shishe, që t'lisin me shishe. Vish jem pak ma shumë, sa jo zgjot shumë. Ruje. Vish dalë më thënë online. Për pak. Nuk ka lidhje. Kë, është shumë agresiv. Kë, është agresiv. Po, qa me ndonë për lojen? A du të me shku në dytë në finale a jo? Po e lom dytë fitus, ma mirë ma shumë fitus. Faleminderit, respekt për te. Faleminderit, ishe një komentus i fort si atë komentus të futbolit. Lumt, mashallah. Respekt për ty. Respekt. Mashallah. Që kjo është futkoll, po fusta dhe ushtarofi që të për njerës, nuk kena do shme jone, kena marrë një sa ma të thjesht, futkoll. Që të normal vendosëm një karem ju një plastik që këmbone, po s'kun do është në qumë Facebook edhe vendosë plastik. Ta një kalëzej me hapë mas hopit që këmarë. Normal, preja, djenë të tjerë. Ure. Qysh me më rrej, më ta. Dhe për ka të vjarë. O, le, për pas kënë zonë, ba. Jo, me të poshtë tani. Me të poshtë nësë të rëmë. Pesha më të poshtë. Kjo është shumë rëndësishme, kjo thejpi drunit, Shumë e thjeshtë është, qa kum bo, me thik, që kum bo një thep, edhe këtu veçonë në këndër. Këtu në litorit, veç që kum shti litorin që të përmes. Në gjenë që shtë. Se që ka të zonë, për shamull, a ka mundësi instikti i kafshës, kur e hep e vërin lëvizjen me hek kokën. Nësë është e kafshë shpejt. Po të e mbulon këto, edhe nuk është të thonë që është veç E kum ljon pak ma kokën. gjënë, se për ndër bëj vend. Okej. Kum ljon pak ma gjënë që aje kur ta prut me ku, bili kom të pola një posa, dhe Ah, mbrana okej, në to. kom, ja. Po kuptem. Tash, po normal këto vino pak fat. Me ka më flu pak. Po, edhe me kam flu. Mjak nuk ka lauzin. Edhe ato, a del që tu. Qikerën që shtë, rujë tu. Që është të bërë? Kishtë të gazë mërë qëta? Po që që do. Ka gdhend. E ka marru ato. Po tu po qysh. Si me dhame ka bo, pëse? Dy goja i ka qenë. Me konë t'i shka që të rjetë shkofsh. Po, karota, Jo, për shembull. që si plastike, se nuk funksionon ato. Që se do dhejpën që ka qik pule. Morë tash. Jo për ka që këbule e hosë, se për të evren hesh. Që po për se refizorë dhe në s'kushtar të snaj. Diçka që du të posë parasysh për kurta, është mirë që me bo në trogun ka jesin kohë zakonisht, edhe ju nga të kompit se kohë zakonisht di me në hotë erën e njerëzve kur janë të nejtë edhe nuk afrohen. Shumë e thjeshtë. Me pak fat, normal që këtë du me posë pak fat njëri, edhe përbesoj që funksioneri që më që. Edhe është e mirë, një për modeleve që kanë dosh me bo, po tash na premtoj koha, është veç e merr pak ma gjan drunin, edhe i krijon një formë klos. Edhe çato plusat, ajo dohet 4 pjesë. I bën të mbreta që me rrit mundësinë e goditjes. Kjo bëhet zakonisht, nëse dëshon që çat pjesë mundet me lëviz në i kafsh, ama këto dush me prit. Me dal me bo si prit me thonë, bashkë. Me bo në pikë nalt në lesë, bashkë. Edhe me gjujt. Ose nëse i sigurt që ka peshk shumë me shenaj peshk madh, mund shumë me këto me gjue. Tjetra keqa e që ja tregova, po besoj që kur do që të kem tjetra herë çfarë do trajnimi, kena pas mundësi me bo. Okej? Çka saj përket trajnimit, po zbresum pak që ato e kem një shpërblim të vogël me jep përfituesin. Një 2 fjalë miradije, edhe vazhdojmë tani. Se kena më moshu vege. Falin, për shumicën ka qenë mëse hera e parë që ka ndërtu stre, se ekipa si grup keni punu shumë mirë. Nashta shifus ja kana bo me hile që o konë veti dyti, pe
gjitha strejave që i keni ndërtu, me përjashtim të ekipit kushtrimit që e ka ndërtu, s'po di qa me thonë, për plazh. Për plazha me çmim më të lirë, janë kanë shumica të mira, mirë po që ato kriterje që i kena lyp na mi pas, konsultim normal me Jusufin Ridonin, na ka rënë sy shumë streja e ekipit të Tigrave. Kështu që ekipet tira na bani hangang, një fike kemi, po kur do që kemi diçka problem ma shumë. A bën me shtu dhe diçka? Po, lirisht. Që nuk e veç puna e strejes. Po. Po i kanë marruat ato që gjetën. Një ndalë për shkem. Kanë bo shumë aktivitete survival, që menej që ka pas shumë arsye që me fitu, jo veç pse e keni bo ato të ta shto da shë ndoni, a me shërta që shë ndoni se di. Jo, një jo e mon ti, një jo vaj, një jo vaj. Vesh, mu se moni me veti. Urime, keni shkëlqy, barakallahu veç por mirë. Një pik, nashta që e ka penalizu Shifun, nuk konë që i ka pas nga stik. Jo, po, ka pas me qitë sa konë. Ama une e kum lërsu aspektin që u kom me djallën e hoxhës, a shumicën e punës e ka punu vetë, po qa me bo, shumica tani po votojnë. Kështu që jam kërkoj hangangën dhe se cilit, namen tem edhe të ekipit brethit, ja kështë kërku gjithë se cilit hangangën, nëse kena lëshu nëjë fjallë në nga pësës ose qka do të shoftë. E kena bo pa dashje, njerëz jem gabojna. Shpresoj që kena më po në aktivitetet tjera edhe bashkumi veç për të mirë. Nëse ja vlen ose ja ka vlen që këtë trajnim, faqen Facebook e keni Breath First Aid